Të ka ndodhur ndonjëherë ndonjë incident, kështu po them në dasmë ose diçka interesant që ka mujt me qenë? Muj me thonë kana gjash kërë jëmë konë. Zakonisht para se me fillu ceremonia e konës, bisedojna me nusën që a i ka familjarët, a i ka nonën, babën, që me i knu. Edhe veç ajo, që kjo ka ndodhë kana gjegjën e dytë, ajo më tregoj që nonën se ka, po one isha shumë e stresume edhe kur filloj kona, vazhdova t'ja knu nonën e saj, edhe unë i ta shumë keq. Po, fatmirësisht që ka loj që ajo edhe u kry, se zakonisht ceremonia e konës është krejt me nonën lidhet, po apet ja dola dyqyshe ndryshova. Po besoj që edhe ata e kanë kuptu që ndonjëherë ndodhë kështu. Normal, ka gabime që ndodhen. E rëndësishme me konë atmosfera e mirë. Saktë. Cilat janë ngjarjet apo eventet më emocionale për ty? Janë këto të ceremonia konës, kur t'ja filloj me kënu konën, është një emocion shumë ndryshe, edhe vetë që je t'u knu, nashte sërë që e përjeton që atë sen, po t'fillojnë ljatë. është një emocion shumë i fort. Ka ndodhë ty me të mashtru emocionet, mos me ditë me i kontrolu, ose për shambull, qatë shumë me i përjetu edhe të në qato momente? Po, unë kanë qato të ceremonia e konës, vetë se ja fillon në ljotë edhe u dredh ke zoni, edhe vazhdova që me knu, po nuk më isha më këthy ka nusja. S'më isha me po se shumë emocioni fort. Pra qelë se është veç mos me këqyr nusër, mandeja. Veç mos me këqyr. Mos me po të kojt. E kështë këndu këtu një këngë për shambull të konës? Po, pa Masi veç jemi problem. të full për këtë pjesë? Pa problem. Hajde, cilën për e këndën? Zakonisht ja fillojna me Shuni gratë që është kona. Okej, hajde, po të ndëgjojmë. Shuni graë, oj shuni fëmije, do të mbojna mori pak qëtë sije, o do të mbojna mori pak qëtë sije, pak qëtësie, oj dojna me mojte, për me nije, oj lullën tuj kojte, o për me nije, oj lullën tuj kojte. Falinderit shumë, realizojnë shumë të mirë, Shumë shumë të ambel edhe shumë të mirë. Falinderit. Po besaj që ushtrimet e kam bo këto, sepse thënë që ushtron shumë, pra nuk është muzika veç me dojlë edhe me këndu para publikut, ka edhe një punë shumë të madhe para se me dojlë të këqaj performanca. Sa, këto rekomenu që muzika është veç ka me marrë mikrofonin edhe ka me vazhdu me kënu, sinti ka me bo punën e vetë, po jo, normal me ushtrime non-stop, s'do të me i nolë ushtrimet asë njëherë, se është që ndryshon zoni, edhe gjithë herë po del një kongë e re, gjithë herë do të me mësu që më kone përgadit, që po besoj kur shkojsh ndarësë më kone tamën, jo me hup, mos me ditë ku me janis, mos me ditë qka me knu, edhe normal do të me ushtru para se me u kom prezent me një aheng familjar, që ty ta besoj në fakt.